Do një gjë tjetër, Adi Boka Doka? Urdhëro. Kjo është një shifër tjetër. Shikoni të punësuarit me pagë nën 40.000 lekë. Shikoni sa ishin kur ne morëm detyrën. 60% të punësuarve në Shqipëri kishin pagën nën 40.000 lekë. Sot janë vetëm 14.4%. Vazhdojmë pak. Ata që vinë me ty janë të punësuar, ndërsa kërreta është bio pa interes. Hej, zoti madh, zot. A do shpalosësh në një plan për shëndetësinë, bujqësinë, arsinë, pensionet, apo do merresh me teatrin e kukullave, kukumjashka, lakurgjinatës, kunadhja? Jepi se ky popull të dhava dhe shfaqje do, thot Eltoni me një palë gjyslyke e rej, bam. Elton, ky popull, ty, dhe kujdosi ti, por jo vetëm ty dhe kujdosi ti, po edhe mua që më shef këtu, na jep ujë mbi shlugës, nëse ne na jenë mendja dhe nuk e marrim seriozisht. Dhe që ta dish ti, unë fitoj, jo se jam ndonjë kush e di se kush, ose kush e di se çfarë, por sepse e marr shumë seriozisht të popull ti, Elton. Dhe problemi fillon eksaktësisht këtu, që ti i përket asaj pjese të dynjallëkut ton që nuk e merr seriozisht të popull. Se më duket vledhja shumë i zgjuar. Por nuk ka problem se në fundit ti je një individ, je në jetën tënde, me siguri në jetën tënde mund të jesh dhe i suksesshëm. Këtu hyn edhe nuk e di domethënë pse hom kohën për të shkruar të tilla rroçkulla, po puna jote. Po problemi është me ata që të përfaqësojnë ty këto. Që nuk pranuan kurrënjëherë që humbin sepse meritojnë që të humbin. Dhe gjithmonë ja vun fajin të tjerëve, ndërkohë që planet për shëndetësinë, për bujqësinë, për arsimin, për pensionet, i ke të gjitha të shpallura. Të gjitha, mjafton të i kërkosh, se unë nuk mund të vi të gjimoj nga mbrava ty dhe kujdo tjetër, se po të shofësh kur janë ato postimet që flitet për program, flitet për plane, flitet për zhvillime, ndjekësit janë minimal edhe interesi është minimal. Ndërkohë që kur dalin ato videot e bufit që s'di qa flet, patjetër ato janë marketuese, edhe duket sikur ato janë qendra, apo ato janë thjesht 1 minutë në ditë për pak relaks edhe për pak satirë, sepse unë nuk hyj tek ata që shajnë me libër shpije kundërshtarët, por që do bëj dhe unë pjesën time, do ta bëj si thua ti. Okej, nuk po ju lodh më për sot. Ju falenderoj shumë. Premtoni se çfarë do bëni dhe ju duhen 4 vite për të justifikuar ato çfarë nuk bëhet. Jo aslan. Duhen 4 vite për ta ndarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Kaq. Shumë e thjeshtë. Për ta ndarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe për të vënë në vend një profeci dhe një amanet. Profecinë e heroit ton kombëtar, e profetit të historisë son, Gjergj Kastrioti, që kur vuri barikadën, këtu na e përcaktoi edhe fatin ton që është me perëndimin jo me lindjen. Dhe pastaj amanetin e rilindasve tanë që na e lanë me shkrim, dielli për ne linda ndej nga perëndon, dhe pastaj gjithë përpjekjen
në histori të parëve tanë, kështu që është fat i madh, është fat shumë i madh që në ka ardhur në dorë. Unë them duhet ta kapim se është ja urdhë. As 120.000 punësuar nuk ke sepse dhe ato pjesë e madhe janë formalizime. E Zoti madh. Po nga e nxjerr ti këtë për shembull apo ato pjesë e madhe janë formalizime. Po ktheu pak tek e shkuara kur ne kemi thënë që nuk e njohim punën në zezë si punë. Okej? E para punës. E dyta punës, unë të tregoj numrat, ti më thua as 120.000 nuk ke. Unë prandaj them, lavdi Zotit që ky popull është ky popull. Lavdi Zotit që është aq i mençur sa të gjithë ju që bëni ato komente këtu, ju jep ujë në bisht të lugës, siç do ja japin një me të maj. Edhe pastaj ju do thoni populli i smur, populli i çmendur, ky popull do vetëm tallava, ky popull s'kupton, ky popull s'bën. Në fakt ky popull është në punë nga vetë, kupton? Ky popull është në punë. Dakor? Edhe me këtë rast ju uroj të gjithëve edhe një maj, sot është një ditë pushimi, një ditë reflektimi, që mi iku mua kjo këtu tani s'dia më ndjekin, por tu po, gjithsesi, ja ku jam përsëri, këtu isha unë, por nuk e dija që isha. Ju uroj të gjithëve një ditë sa më të qetë dhe sa më të këndshme. Duhet të t'interesoj pasaporta europiane, duhet të t'interesoj shumë, por që të t'interesoj pasaporta europiane duhet të kuptojmë më mirë se çfarë është pasaporta europiane. Prandaj duhet të të interesoj. Okej? Ti mos thuaj ka që ishte 2013 se çdo rritet normale që do rritet, po si do rritet normale që do rritet, ha? Po pse nuk u rrit normale që do rritej nga 92 tek 97 për shembull, ha? Si thua ti? Do rritet normale që do rritet, do me thënë do rritet vetë. Po pse zgjedhim ne, pse bëjmë qeveri? Me që rritet vetë, atëre dhe me që qeveria si pas teje që nga vetëm për keq, ne e lëm fare pa qeveri dhe të rritet vetë pa të keq. Jo më nuk rritet vetë, jo. S'rritet vetë. Nuk rritet vetë, se mund të rritej nga 92-97, mund të rritej edhe nga 2005 në 2013, por u rrit në mënyrë të deformuar dhe vajtit në buzë të greminës dhe lavdi Zotit dhe popullit shqiptar që në 2013 ndroi rrugën e qeverisë se do kishin përfunduar prapë si në kohën e piramidave. Nuk rritet vetë, jo. Nuk rritet vetë. E pe Tiranën, kur e mori ai shoku im, 4 vjet u rrit, nuk rritet vetë, jo. Nuk rritet vetë. Ju përshëndes.